Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në këtë edicion të zgjeruar informativ në Report Televizion, do ndalemi fillimisht e titujt. Pa mbushur 24 orë nga publikimi mega kontratës $6 milion të PD-s me qëllim lobimi në SBA, SPAK ka nisur hetimet, burime për reporterëve nga SPAK bëjnë zyrtarisht me dije se ka nisur kryesisht verifikimi për kontratën e kamur të Berishës me firmën e Flamurnokës, PD asumon drejtësinë duke i quajtur një vegël të Ramës. Në takimin elektoral në Vlorë, kryetari socialistëve Edi Rama premtoi një spital të ri publik brenda 2030-s që sot do të jetë një qendër ekselence, tha Rama, që sipas tij do ta çojë shërbimin shëndetësor shqiptar në një nivel tjetër. Nga Selaniku, kreu i PD-s Ali Berisha kërkoi emigrantëve që të mos hedhin asnjë vot për Edi Ramën, i cili sipas tij është përgjegjës për largimin masiv të thuajse gjysmë të shqiptarëve në 12 vite qeverisje. Në orët e para të mëngjesit të sotëm në Vlorë është gjetur i vrarë me armë zjarri një 58 vjeçar i cili ishte i punësuar si roje në një objekt në ndërtim pranë banesës së tij. Viktima është qelluar 2 herë në kokë dhe 1 në trup. 30.000 vizitorë shkuan sot pranë varrit të Papa Franceskut në Bazilikën Shën Maria e Madhe në Rom. Omazhet vijojnë edhe në Shën Pjetër në Vatikan, ku 200.000 besimtarë ndoqën meshën e të dielës për Papa Franceskut. 9 persona humbën jetën tragjikisht në Vancouver të Kanadas, ku një makinë u fut mes turmës. Festa i përkiste komunitetit Filipinas për heroin e tyre kombëtar Lapu-Lapu, dhjetra të plagosur. Ekipi Milanit eliminoi Interin në gjysmëfinale të kupës dhe është rikthyer te fitoret edhe në Serie A. Djallin poshti 2-0 Venecian me golat e Pulisic dhe Gimenez të realizuar në shtesë. Fitoren e 4 radhazi në kampionat siguroi edhe Como që poshti 1-0 Genoa.